Për arsye se vjen një konkurrent I ri, edhe ta prish tregun, ta prish çmimin, mesa tash ka edhe fytyra të bukura të meshkujve, po e mbajnë veten, po kujdesen për vete, shkon me një çmim tjetër ose bën skandale të ndryshme tash në rrjetet sociale që mos më pëlqejnë as pak këto skandalet ose me thonë ka llaj mundesh mu vez brenda natë se është shumë e tjerë sot. Një skandale bën e poston edhe ti rrjetet nesër janë veç haj edhe po unë nuk kam dash me kon pjesë këtij skandaleve, kam dash me rujt veten këtu, me kon pak më fanatik ndaj vetes, që të paktën mos më shqu ose mos më flit si bekimi I skandaleve. Thjesht unë kam dash me kon kështu. Ky që jam, kështu me mbet dhe kështu me vazhdu, edhe pse konkurenca bën të veten, tyrat e reja bojnë veten, po shqyqy për zotë unë kam arrit me mirëmbajt veten mirë, këtu vite që I kam jam super mirë, hala fintak I ri jam ish pak I përdorëm. Pak shaka. Bashkëshortja ime me një vend pune ku ka qenë të punu këtu në Kosovë, ka pas kohë trajnimet e jashtë atje dhe ja kanë ofru një mundësi të mirë. Unë jam gjithmonë përkras I këtine gjana familjare, edhe e kam përkra, s'ja kam dalu. Edhe e mendova pak a shumë tek pjesa e fëmijëve, te pjesa vajzave, që të paktën puna shkollimit dhe një jetesë më ndryshe, pse mos me provu diçka më ndryshe. Për mua është pak vështirë me të drejtën, se apet fëmija në shkolla marrin veten. E çka ka drejtë bekimi e kuptojmë së bashku tani. Kem të prek ka pak aty këtu, si në Kosovë, si në Austri, tash koha veç ka fillu pak me kon pak ma nxehtë, ma ndryshe. Edhe këtu në Kosovë tash I kam pas do projekte, një kam përfundu që kemi pas, po pres tash dhe do tjera, do xhirime, do photoshooting, për do brende të këtu në Kosovë që janë. Jemi ti diskutu, jemi ti shqyrtu çka mujna me bë më shumë, se unë diqysh tash unë e kam kohën e limitume. Jam me këtë datë këtu, me këtë datë shkoj. Por a do të dëshironte modeli kosovar që vajzat ta trashëgonin profesionin e babait të tyre? Se përket bashkëshortja, saj gjithmonë ka pas qef me konë në hije në kësaj pjesës, edhe unë gjithmonë e kam rujt atë edhe e kam respektu këtë privatësinë e saj, s'kam dash kur me shfaq. Vajzat sa kanë qenë këtu I kam pas aktive pak a shumë në pjesën e modelingut, teshe veshe për fëmijë. Po, nuk më pengon kjo pjesë. Nëse veç dëshirojnë ato vetë me ndjek këtë rrugë, me kanë pjesë në një projektit madhe për fëmijë ose kur të rritën ose nuk I ndaloj, nuk jam xheloz, nuk jam fanatik. Normale, na shqiptarët kemi pak xhelozin, pak e rujmë kështu për veti, edhe pse unë ka herë, shme thonë, I ngacmoj e shfaqi, po kur është në pyetje diçka që për të ardhmen e tyre, atë normal që I përkraj.